plevën nuk kam besim të të jarim për shka. Unë ke rajt shumë vëlla. Mashtrimet financiare janë kthyer në një fenomen thuajse të përditshëm, sidomos me zhvillimin e teknologjisë online. Grupe personash ose individ të aftë të bindin viktimën e radhës arrin të zhvasin miliona nëpërmjet skemave të investimeve fiktive që në fund rezultojnë të gënjeshtërta. Por sot do të flasim për formën e thjeshtë dhe tepër të lashtë të mashtrimit të tjetrit. Ato të thyerjes së mirëbesimit, ku viktim është ky 32 vjeçar nga Gjilani dhe truri i gjithçkaje një i ri nga Korça. Ki djale pranin Klevi Akullari, e kum njoftu në januar 2024. Kum njoftu fillim si djali mirë, kemi nejt një 3 javë këtu bashkë në Zëri. Njohja nga miq të përbashkët dhe frekuentimi të njëjtave ambiente në Zvicër e përforcoi miqësinë mes dy të rinjve dhe siç ndodhi jo rrallë, kjo miqësi u shndërrua në një raport partneriteti në biznes. Unë ka propozuar me ble makina këtu në Zvicër, unë gjysmën e parë, ai gjysmën e parë, me çun Shqipëri me shit. Dhe pas shitjes parat sërish do të ndaheshin 50-50. Një marrëveshje krejt e ndershme mes dy shokëve që tashmë u bën edhe ortak. Makina parë po një Range Rover, për aty me tipa të vogël, edhe ka marrë ai makinën, e ka shit, atë i kom fitu në një 4.000 euro, e ta na ka orë makina e dytë, edhe atë i kom fitu të 3.000 euro. Para që ju dërguan me korrektes me Vlanit, i cili nuk kishte se si ta dinte që kjo është strategjia tipike e mashtruesve, që kërkojnë të fitojnë besimin për të kaluar më pas te goditjet në seri. Pastaj kena marrë një Porsche Cayenne, e prej atij ka filluar domethënë unë mos i marr parët e mia. Krejt janë konë mos ka pusha 5 makina. Kam me Klevi të konë 15.000 euro borxh, lekët e mia. Pa llogarifikim. Dëmi financiar prej 15.000 euro shkaktuar 32 vjeçarit nga Gjilani është aq i madh saqë ai nuk pretendon të marrë mbrapsht parat, duke llogaritur fitimin e mundshëm nga shitja e makinave, por vetëm parat që kanë nxjerr nga xhepi. Dhe në fakt ortaku diçka i kthen, por diçka i merr sërish. Ai mund të moj parët këtu, e tani kur të vesh në Shqipëri i merr parë. Njëherë jam konë në Shqipëri, mi ka dhënë 8.000 euro, unë jam konë në hotel, konë ora 2 i natës, kur ka ardhur parën herë, ka kursit në dhomë, ka pyeta mund me dhon 1.000 euro, me në 2 orë dhe ka ardhur edhe 2 herë, ka 1.000 euro i ka marrë. Në këtë episod kemi edhe një dëshmitar. Fillimisht i ka pru 8.000 euro, pastaj Klevi ka ardhur mas një 30 minuta ose 40, i ka marrë prapë 1.000 euro, nga pru 8.000 që në i dha, pastaj prapë mas gjysmën 1.000, i ka marrë 3.000 euro, nuk i di më arsye pse. 3 herë nga 1.000 euro me intervale kohe kaq të shkurtra, një farë ideje na krijohet. Megjithatë, të mos dalim në përfundimet të nxituara. Jemi taku me Jasper Srik, na ka marrë vetutën, edhe kur kem parë ta skon peki se ka probleme me bankën, nuk ja lejon të rrehekjen. Na kemi prit deri mbrëmje aty, mos po bën ai zgjidhje me ja parë që ka pas më jap me Vlondet, po ai vetëm fjalë banka kështu, edhe na kemi ecë për Zvicër tani. Pra nga 15.000 euro që duhet të jepte, Klevi i dha me Vlanit vetëm 5, që siç tham janë vetëm paratë e hedhura për biznesin e makinave. Pas 1 euro fitim. Pavarësisht këtij episodi, Mevlani pranon të vazhdoj biznesin me Klevin, sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Tani ka ardhur edhe një makinë, investova edhe atë plus 5. Na prapë meta i 15 borxh. Por duket se këto shuma nuk plotësonin as pak kërkesat e ortakut korçar, sepse puna, ngarkesat, nevojat e përditshme, stresi ishin të tilla saqë duhej gjetur një formë tjetër për të bindur Mevlanin që të hidhte më shumë para. Fundja sa vlerë kishin ato 2-3.000 euro që zhdukeshin me një të rënd të dorës. Ndaj 26 vjeçari korçare ndryshoi skemën duke kaluar në sektorin e pasurive të paluajtshme. Më tha mu interes me bleni apartamente kodra dillit. Edhe unë i kom thonë okej, sa u çmime, ka thonë i kom 75.000 euro. Kom pyet pse kaq lirë, më ka thonë se ai zoti i shtëpisë ka me keq për lek, se ka vllavin në burg, do të më ndihmoj. Është lirë se ka mbetur keq për para. Është një tjetër frazë nga e cila duhet keni kujdes kur e dëgjoni. Sa duhet të investojë ti? Ai mund ka thonë se 15.000 euro tuja ti kam këto, do na më dhonë edhe 23.000 euro, do më thonë unë mi besu 38. E ku marrë motrën e nonën tem në Kosovë në telefon, i kom thonë vjen një shok jemi me 23.000 euro, ta kanë shku në bank, i kanë marrë parët edhe ja kanë dorëzuar 23.000 euro. Me Vlanin të aty, Klevi ku do marrë Gjiljan, me i marrë para, shku me nënën tërhekum parët tek banka, pastaj lam takimin te Hotel Gardene në mars, i 2020.
Sa para i keni dorëzuar? 23.000. Ja keni dhënë dorazi dhe nuk keni bërë asnjë kontratë, thjesht në besim e sipër? Sigurisht në besem se shefshmi tash s'është me bu kontratë me te. Motra ime ma ka qumë foton, kur i ka tërhek lek, ka thonë lek ti kam këto, kur vjen ai djali për mja dho. Si ka marrë lek, ka shku në Shqipëri, i ka qua ato noterit si u marrë apartamente, ta shpritët me shit apartamente 120.000 euro. Nga të cilat Mevlani pristet fitonte plot 70.000 euro. E kom pyetën pas një 2 muajve ç'o puna për apartamenti, kanë thonë po jam të e prit një klient që vjen për Itali për me ble. Tani e kom pasi në kush puna diçka mirë si s'po lajmërohet. Në fakt, puna nuk ka qenë mirë që në momentin kur shumat e një pasnjëshme të parave janë dhënë dorazi. Nuk ka qenë as pak mirë, as në Tiranë kur Klevi i dha 8.000 euro dhe shkonte çdo gjysmëore për t'ia marrë mbrapsht. Nuk ka qenë as pak mirë edhe kur Klevi ka dërguar Mevlanit një kontratë notariale për blerjen e apartamentit, e cila dukej me kilometra larg që ishte false. Mjafton të shihej që pavarësisht se bëhej fjalë për një apartament, pra pasuri e paluajtshme, në faqen e parë shkruhej me gërma të mëdha kontratë shitje pasuri e luajtshme, ndërkohë në faqen e dytë shkruhet deklarime. Sikur të mos mjaftonin këto, te pjesa e blerësit Klevi ka shënuar vetëm emrin e tij, jo edhe atë të Mevlanit si bashkëpronar, ashtu siç kishin rënë dakord. Dhe për të humbur sadopak gjurmët në këtë kontratë të falsifikuar, ai ka shënuar numrin unik të pasaportës, si dhe numrin personal, por po ta krahasojmë me dokumentin e tij të identifikimit, dallojmë se 26 vjeçari ka shënuar te kjo kontratë një tjetër numër pasaporte, jo të tijin. Kum kontaktu me to, po gjithmonë më ka thonë po parë t'i jap, ma çon bankën për me finis lek, mi ka qut do dokumentat bankës, tash a janë kon falt, ajo nuk e di. Ky është dokumenti një transferte bankare për të cilën 32 vjeçari nga Gjilani nuk di të thotë nëse është reale apo false, por se sa reale ka qenë do ua shpjegojmë pak më vonë, sepse tani do ju tregojmë disa prej mesazheve të shkëmbyera mes dy të rinjve, ku Klevi i bën me dije se ka mbaruar hallin e tij me paratë me Mevlanit dhe për këtë i është shumë falenderues. Madje si fillim ai ja njeh borxhin 70.000 euro, shumë e cila do të dilte nga shitja e apartamentit imagjinar. Mirë, po shpejt ndërron mendje dhe as 38.000 të nxjerra nga xhepi ortakut nuk i llogarit siç duhet. 38, po ka një zorë 38, o ti djalë, se tjetë për atë punë, ti bëjon llogarit 23.97, 5 futa vete BMW-ja, i thonë 28, e 6 mi qove për Porsche, 34, 2.700 ja kam qua tia, 36, prap nuk e ngrejta zonin. Prap nuk e ngrejta zonin, i thot borxhliu të zotit të legëve. Mirë, po Klevi jo vetëm se ngrejti zonin, por si djalë me edukat që është mbylli çdo kontakt të mundshëm në telefon, duke u bërë i arritshëm vetëm përmes rrjeteve sociale. Edhe aty ndonjëherë kur kishte kod shkruante me adresa të ndryshme. Dhe të jepte justifikime adoleshentësh, si në këtë rast kur për t'i treguar Mevlanit që nuk janë ndjen për para, i dërgon atij një video me një tuf 500 në dorë. Si ka mundësi që në një kohë kaq të shkurtër njohje me të i besove kaq shumë? Besimin e kemi fitu se na jemi koni shoqni, si kemi nejt bashkë, edhe puna bizniset me makina, ka 2.000, 3.000, 4.000 kur i ku marrë, ku me ndu si është tip serios. Po unë e çka di është se ndesh mi marrë 71.000 euro e 500. Unë e kum lo me qëto 38.000 euro, parët e mia, edhe plus 1.750 tjera harrova mi thonë. Në fakt edhe ne ashtu si Mevlani kemi harruar t'ju themi diçka. Në këtë histori ka edhe aktor të tjerë përveç viktimës dhe mashtruesit. Mund pa të kërku Mevlani mja dërgu do pare Klevit, një 3.500 euro. Emri që ma ka jopu investorën një nuk onën Gerald Mura. Kësaj here shpresojmë t'ja ketë kthyer. Gjysën mi ka kthy, gjysën jo. Dhe më thonë janë dikon 20.000 euro, sham i kaj mu parë që parët e mia. Në realitet, këto manovra për dërgimin e parave të Klevi, Mevlani ka bërë të shpeshta edhe me persona të ndryshëm. Unë jam Meli, jam një shok shumë i afër me Mevlani ka thonë disa herë, shka merr do lek në shpe, dërgoja Klevit. I kom dërguar Klevit, nuk i bëj ke atina, i mjep këtë disa emna tjerë, kom dërguar në shumë emna, lekt e Mevlanit. Derisa ma bllokuan edhe mu Besonionin, i kom dërguar pe Ishkrus, kom dërguar pe familjarëve të mi, edhe shumë që orkon, pavarësisht sa më me emër është mbi 40.000 që aty. E gjithë kjo situatë nuk ka qenë lehtë për mikun e Mevlanit. Ka kushtuar shumë nerva, ka jap shumë stres Klevi. Ti nuk i bëj ke lek mi tërhek atje, mu mi kthej ke mbrapa, më telefonoj ke mëngjes, në 2, në 3 natës, dërgom lek, në kjo lek.
Përveç 40.000 eurove, atë ka lekë të tjera borx? Po, mi ka edhe 5.000 euro, si ja kum qu këtu të një shokit tina, edhe një shok jemi përbashkë, këtu në zyre në Zvicë. Atje kam quar 5.000. Lekë ishin të Mevlanit, por porosvia ishin nga Klevi. Pra që logjikisht janë dhe 5.000 euro borx që ai ja ka Mevlanit. Po. Këtu hyn në lojë ky person i quajtur Flamur. Për të shlyer një borx prej 5.000 euro Flamurit, Klevi përdori sërish paratë e Mevlanit, duke e çuar shumën totale të borxhit në 45.000 euro, gjë që e vërteton edhe ky formular transferte që Klevi ka plotësuar për t'i thënë Mevlanit se paratë e tij janë dërguar tek një afërm i familjes në Kosovë. Mirë, po parat nuk u dërguan kurrë, sepse siç mund të imagjinohet tek formulari ka diçka që nuk shkon. Dhe kjo gjë ndikoi për keq te Mevlani. Nuk i ka ardhur mirë hiç as familjes, as shoqënisë tem, se unë i kum zon besë shumë, kum gabuar, çka të them unë ndrysh. Dakord, nëse Mevlani ka gabuar, gjë që e pranon edhe vet, po Klevi që i ka zhvatur atij 45.000 euro, ka gabuar ndo pak ai? Jam Frardi nga emisioni Piranja. Ta merr mendja pse jemi këtu? Jo. Me një listë aq të gjatë mashtrime që kanë CV-n e tij, vështirë ta di se për kë kemi shkuar. Së thot gjë emri Mevlan? Jo. Flamur, ndjema Kosova që jeton në Zvicë. Më ngatron persona. Ai e Klevi Alkollari. Po, unë jam. Mevlanin nga Kosova e një? Kë Mevlan nga Kosova? Jo. E një. Do ta mohosh mashtrimin që e ke bërë Mevlanit? Por e nuk njoh asnjë unë. Po ti gjithë. Thuaj më fal, po ka mashtruar. Por nuk ka lidhje se unë atë e ashu vet. Do e rregullosh vetë muhabetin? Po e rregulloj muhabetin. S'jam Klevi, jam Klevi. Se njoh Mevlanin, e njoh Mevlanin. Edhe nga pamja, ky 26 vjeçar duket në panik të plot. Por hajde ulemi 2 minuta edhe folim tamam. S'ka lidhje kjo muhabet. Tamam folim, edhe qetëso. Pasi pi ujë dhe qetësohet, i riu Korçare nis lojën edhe një herë aty ku e la. Tash atë unë nuk i njoh fare herë. Si nuk e njeh Mevlanin? Nuk e bën biznes me Mevlanin me makina? Jo. Nuk e ke mashtruar për të blerë një apartament? Jo. I mohon gjitha? Gjitha, çdo gjë. Mje faktet, mua shkoj përgjigje mund. Ai ke marr motrës Mevlanin 23.000 euro në Kosovë. Asnjëherë. Çfarë më the do rregullohem unë me personin? Me ata fol unë, nëse e kanë për kështu, po unë lek atyre nuk ju kam. Më jep kontratën në vëlla, pranoj unë faj. Jo, këtu ke drejtë se ja ke marrë 23.000 euro në dorë. Jo, s'ja kam marrë fare as i lloj noteri. Po pra, pa notere ke marrë. Këto lek. Ai ke marrë ti. Ja kam çu lek më radh çdo zotri. Por këtyre e ke një dokument ti si të gjitha dokumentet e Western Unionit i nxjerr unë. Një. Mevlanit ja ke çu. Mevlanit. Edhe në emër të motrës Mevlanit i kam çu. Po si mund besoj unë ty kur ti thua unë s'jam Klevi, unë s'njoh Mevlanin, tani thuja ka marrë. Se mora vesh se çfarë the ti. Shihet qartë që përballë kemi një profesionist të vërtet, i cili ka aftësi të gjejë 100 justifikime brenda një minuti. Ti ke bërë një dokument me që ja ke çu një njeriu të vet. Një njeriu me plan. Kam njeriu, unë s'njoh flas njeriu tati as njeriu fare. Në këtë dokument që ban datën 3 maj 2024 shihet se nga dega në Kamës, Klevi Alkollari ka plotësuar një formular transferte me vlerë 46.000 euro, si kthim huaje te ky zotri, një i afërm i Mevlanit. Dhe siç ua tham, ato para nuk u dërguan kurrë dhe këtë gjë e konfirmuam edhe në bankën përkatëse. Bëhet fjalë për këtë dokument. Kjo kaq është, nuk ka firma këtu punë. Kaq. Sa filozofar, ai nuk është asgjë. Ai formë elektronik. Është thjesht një formular i plotësuar. Ose e thën shkoqur, i falsifikuar. Sa Instagrame fake apo ti thu Mevlanit, ose ky është një Instagram tjetër se ka marrë. E gabim, o brazer. Për këtë kontratën e shtëpisë që ke blerë një shtëpi te Kodratjellit. Nuk di fare se Mevlanin. Fare. Për këtë kontratë të falsifikuar dhe me shumë gabime amatoreske, për çdo që merr vesh sadopak nga dokumentet, ju folëm edhe pak më parë, por për të siguruar 100% ja vendosëm në tryezë edhe noteres, firmat dhe vulat e së cilës ishin e zeza mbi të bardhë. Kralista jam nga emisioni Piranja. Bëhet fjalë për një kontratë që blerë apartamenti dhe nuk e dim sa reale është. 4943. Nga 1/2024 deri me 33/2024. Klevi Alkollari. Kanë farë. Ja, shohim dhe të më. Mund të gjetur të thuat një kontratë tjetër të ende. Tani mbi Klevi nuk rëndon vetëm akuza e mashtrimit, por edhe ajo e falsifikimit të dokumenteve. Po nëse do të trokas drejtësia te dera jote, çfarë do bëj? Trokasi më. Do marrësh përgjegjësitë? Po, më përgjegjësitë e mia. Tu mohon gjithçka. Çdo gjë. Është zëri jot ky? Po shumë bukur jam si Arun. Por ja
kam çuar. Më trego kur ja ke shlyer. Unë ja kam shlyer atij në periudha që i kam çuar nga 5.000, nga 6.000, nga 7.000 në Western Union, edhe t'i jap me fakte, jo me llafe. Unë e pyeta kur ja ke shlyer dhe jo sa i ke shlyer. Pasi koha kur janë bërë pagesat që ai pretendon ka shumë rëndësi dhe do jo tregojmë pse. Pasi Klevi me ç'duket gënjeshtrën e ka vesë dhe të njëjtën gjë kërkon ta bëj edhe me ne. Mos gaboj, i kam pas ca fatura që i kam të shtëpia. Na ta lejon numrin për çdo gjë, për zotin e madh vit përgjigjem si burrat. Një ditë pas kësaj përballje, ndoshta për të fituar kohë, Klevi na dërgon një mesazh në të cilin na bën të ditur se është në kontakt me Western Union për të marrë mandat pagesat e para 2 viteve. Në realitet, ajo që po kërkon Klevi është një histori e mbyllur e pagesave, kur biznesi mes dy shokëve ishte në hapat e parë. Ndaj, kur ja vëm në dukje këtë fakt, ai kërkon menjëherë të ndryshojë argument. Të tërhiqemi. Këto biseda bëhen në WhatsApp, por sidoqoftë edhe nëpërmjet chateve na duhet ta sqarojmë për misionin e punës tonë. Duke parë që gjërat për herë të parë i kanë dalë tërësisht jashtë kontrollit, Klevi mundohet të rinegociojë me ish shokun e tij nga Gjilani. Bisedë që dashur pa dashur vërteton të gjitha pretendimet e këtij të fundit. Po me vlan Klevi jam si. Ti ke hub këtë valla, u zhduke. Jo, se nuk kam pas as fytyrë as gjë më, as me fol, as me ty, as me as. Gabime kam bërë me gjithë ju, jo vetëm me ty. Ç'ishe nin ti vetëm, çet tash po ta lçojmë në ty 40.000 euro. Por jam 40.000 euro. Unë e kam videon ku e ke pranuar o Klev, më ke mashtru. Tash ju po pres të marrë një shpërblim të madh. Plagu im ka radhë nga skela. Puseve nënën për garanti. Nuk du t'i marr ato lekë as ty as as. Okej, a jeti ai burr si më ne bëmi me noter na, si mi kipu parët borxh? Me noter me çat dushti ta bëj. Okej. Pranimi dhe ligjërimi i borxhit është hapi i parë pozitiv në zgjidhjen e problemit. Megjithatë, kur s'ka letra, s'ka as besim. Sidomos përballë një individi të tillë. Tash unë kam një mundësi të t'jap nga 1.000 euro muj për muj deri në momentin që të ndali dëm shpërblim. O Klevën nuk kam besim të t'jatim për shkak. Unë ke rrajt shumë o vlla. Kur kam bërë ato gjona, nuk i kam bërë me vetdijen time. Nuk e di, po kam rrëshqit në atë farfaze sa unë nuk di se çfarë të them më. Klevi tregon pendez dhe mundohet të justifikohet për të bërë i besueshëm tek Mevlani. Por kuptohet, ka një qëllim pas gjithë kësaj. Ato emisione të rriqen dhe unë ha probleme sepse unë ndjek seancat gjyqësore të babit. Tani kalojmë pak tek Flamuri, shoku i Mevlanit, të cilin jo pa qëllim e lam për në fund. Më shkruaj ti Flamuri se ti apo le me Flamurin. Jo, s'kum fol. Kërkojnë ta 5.000 euro tha ata të emisionit, ta që të rriqet. Mun kanë thënë atë të emisionit 5.000 euro. Po pra, ne të kemi kërkuar 5.000 euro. Kështu thot Flamuri. Alo, jam Frardi. Po. A ke fol sot me Flamurin? Po, kam folur. Të ka thënë Flamuri ty që emisioni Piranja të kërkon para 5.000 euro për të mos e transmetuar gjën, domethënë? S'do të flas këtu, po të them do vi do flasim nga afër nga ajat e zhëja për çdo gjë. Ditën e hënë unë jam aty. Kjo bisedë ka një 3 muaj që është bërë. Shumë të hëna kanë kaluar që atëherë, por Klevi nuk u duk asnjëherë. Unë e lypi veç parën tem, nuk lypi ma shumë për ty. Unë nuk po të lypi ti as dom shpërblime, as po të qes gjob, as po të lypi fitimin 71.500. Unë i lypi komplet. Parët e mija shka i gom qëti, do më thonë, të rëdët e t'janë konë. Edhe të atina kanë met 1.000 dishka të atina të zakitem, edhe plus kanë met ato të muli pare që i ba qu gimi. Shumë ka bërë mos me guptu ti se di hiç, po mos i çon zotin ato dy që do me hyjë dilja unë. Kjo ishte fjalia e fundit e Klevit drejtuar Mevlanit, duke lënë të kuptohet që paratë e tij janë harxuar në disa dyer që nuk i rekomandohen askujt. Ndërkohë, më datë 26 shtator 2025, Klevi bën dërgesën e parë të parave të Mevlanit me vlerë 2.000 franga, ndërsa më datë 3 tetor i dërgon edhe 872 franga të tjera. Mirë po, borxhi është shumë më i madh se kaq. Ndaj më datë 28 tetor 2025, Klevi Alkollari e mban fjalën e dhënë, duke deklaruar para noterit se i detyrohet Mevlanit plot 42.000 franga, të cilat premton se do i shlyej duke paguar çdo datë 6 të çdo muaj nga 1.000 franga, duke nisur nga data 6 dhjetor. Pjesë e kësaj deklarate notariale është edhe nëna e tij. Shpresojmë shumë që kjo të ketë qenë vetëm një periudhë e errët për këtë të ri dhe gjërat në jetën e tij të marrin një drejtim tjetër. Fundja kujdo jepet një shans i dytë dhe kjo vlen edhe për këtë 26 vjeçar.